Melisa Ibrahimi fiton çmimin e argjend në Los Angeles në interpretimin e saj të Franz Liszt. Pianistja kosovare Melisa Ibrahimi ka shënuar një tjetër sukses të madh ndërkombëtar, duke fituar çmimin e argjend në Global Music Awards Honor në Los Angeles. Ky vlerësim prestigjos erdhi pas regjistrimin e veprës Mazepat, kompozitorit legjendar Franz Liszt, realizuar në bashkëpunim me Devastato Talent School. Interpretimi i saj është vlerësuar nga kritika si një performancë shpërthyese artistike, duke e përshkruar pianistën që duart e saj prodhojnë këtë vulkan. Ibrahimi cilësoi çmimin si një moment shumë i rëndësishëm në rrugtimin e saj artistik, duke theksuar se është një njohje ndërkombëtare që vlerëson artistikisht dhe vlerëson artistë të dalluar nga gjithë bota, dhe ky sukses i jep energji dhe motivim për projekte të reja. Sipas saj, interpretimi i veprave të Listit kërkon virtuozitet të lartë, kontroll teknik përsosur dhe thellësi shpirtërore. Melisa njihet si një pianiste me reputacion ndërkombëtar, ka fituar 32 gara prestigjioze në mbar botën.